Në prag të festave të fundvitit, Fondacioni Misioni Emanuel ka nisur një nismë të veçantë dhe të mbushur me humanizëm, një zemër për festat. Shumë të moshuar përballen me sfida të mëdha gjatë kësaj periudhe, duke munguar mbështetja familjare apo shoqërore. Për këtë arsye, thot menaxheri i projekteve, Fondacioni ka ndërmarrë misionin për të mbledhur ndihma ushqimore, të cilat do t'u shpërndahen 100 të moshuarve në nevojë, për t'u dhuruar atyre jo vetëm ushqime, por dhe ndjenjën e kujdesit dhe pranisë njerëzore. Nisma Një zemër për festat është një nismë që Fondacioni Mision Emanuel ka marrë tashmë këtë vit dhe synon të sjellë ngrohtësi edhe gëzimet e festave tek të moshuarit nëpërmjet një pakë ushqimore. Sigurisht kjo nuk ka rjetë vetë, kërkon edhe ndihmën e komunitetit dhe gjej rastin të falenderoj gjithë komunitetin që është bërë pjesë edhe bizneset që janë bërë pjesë e kësaj nisme dhe ftoj edhe të gjithë të tjerët të bëhen pjesë e kësaj nisme për të ndihmuar dhe të sjellë buzëqeshje për 100 të moshuar në qytetin e Koshës, Pogradecit dhe Maliqit. Deri në fund të nëntorit, ne do përpiqemi të mbledhim gjitha produktet që kërkon Pakoja dhe mendojmë që në fillim të javës së dytë të dhjetorit të nisim shpërndarjen. Mesazhi që synohet të përcillet përmes kësaj nisme është se festat marrin kuptim të vërtet kur zemrat bashkohen për t'u kujdesur për më të brishtët mes nesh. Ndaj çdo kontribut i vogël apo i madh bëhet një dritë shprese për dikë që ka nevojë.